Pra, unë alejni ta zgjidhin vetë, se ka dim akoma Shqipëria që të tregojnë vendin këtyre gangsterëve, këtyre banditëve. Zoti Islami, a parashikoni një lirim nga burgu të Erion Veliajt dhe një rikthim të tij në politikë? Rikthim të tij në politikë nuk besoj se do ketë më, po dali nga burgu mund të ketë nëse paguan, nëse i jep ato që i kërkojnë. Se nga burimet e mia, nga të dhënat e mia që kam në njerëz të ndryshëm, më thonë që Erion Velia mbahet në burg se nuk u ka dhënë aq para sa i kërkoi. Të kalojmë në një temë tjetër ku para pak ditësh u luajt në Shqipëri ndeshja midis Shqipërisë dhe Serbisë, por ka ndodhur episode të caktuara pavarësisht se atmosfera ishte mjaft e ndezur edhe po themi gjithçka shkoi e qetë, por ka pasur episode të tilla ku janë hequr simbolet e Ushtrisë Shërbimtare të Kosovës nga stadiumi, madje edhe persona të cilët, pra tifozë të cilët kishin vendosur në bluzat e tyre simbolet e UÇK-s janë nxjerrë nga stadiumi nga policia shqiptare. Ju, si një njeri i cili keni mbrojtur kauzat shqiptare në shtetin grek, si e cilësoni një veprim të tillë? Tradhtia nuk ka yll në ballë, as shenjë. Kjo është tradhtia e politikës shqiptare dhe e qeverisë shqiptare. Kjo është paturpësia e këtij bastardi që qeveris Republikën e Shqipërisë, Edi Ramës. Që të heqet, të ndalosh djemt, tifozët kosovarë të mbajnë në bluzë, në trup, veshjen me siglën e UÇK-s, kjo është tradhtia se nuk ka që bën më shumë. Ne, po në qeverisë, ajo parti që ka krijuar Dušan Mugosha dhe Miladin Popovici dhe këta janë detyruar, sa të jenë në pushtet këta do bëjnë politikën sërbe në Shqipëri dhe greke, ka marruar ajo punë. Këta nuk dalin, sepse i kanë firmat atje, i kanë firmat të depozituara, që nga Kolashi Gjirokastër Enveri, edhe deri tek këta fundit. A nuk e keni parë sa paturpsisht, sa pacipsisht, sa në mënyrë kriminale përqafon Vučićin Edi Rama çaka? Dhe poeti kosovar ka bërë atë poezinë e vogël që thotë më erdhi në botën vrasë si djalit, kur shikon atë pamje të pështirë, të ndyrë, të tradhtisë, aq të hapur të Edi Ramës. Këta janë zotëri në shërbim të Serbisë. Në Serbi, kur vajti skuadra shqiptare, shkruanin gjithandej Kosovo je Serbia. Pra, Kosova është Serbi. Atyre u lejohet, dhe nuk u thot gjë FIFA, nuk thot gjë këta LGBT të Evropës. Për shqiptarët ndalohet. Dhe di pse ndalohet, ta them këtë që s'ua kam thënë deri tani, se shumë herën keni pyetur dhe e kam ruajtur si për të mos më akuzuar si njeri fetar. Zotëri, Shqipëria shqiptarët nuk i duan se në pjesën më të madhe janë muslimanë. Sërbët janë të krishterë, pavarësisht se janë katolik apo musliman, apo ortodoks, po janë të krishterë, si sërbët, si italianët, si francezët, si gjermanët, si anglezët, janë katolik, zotëri, janë të krishterë. E mbrojnë njëri tjetrin në aspektin fetar, dhe kjo është mbështetja që i japi. Dhe pranaj ne nuk na do Evropa, se ne jemi musliman, por ne do mbajmë atë fe që duam, dhe të përcasin evropianët dhe kushdo që ka inat. Edhe pse nga ana e tolerancës fetare jemi një shembull që duhet vlerësuar për vetë Evropën. Më nxore në shteg një fenomen që ndodh në TikTok. Merë shikojni, janë disa lajke që mblidhen 4-5 veta katolik dhe kanë hapur një luftë të jashtëzakonshme kundër fesë islame në Shqipëri. Duke e fshehur qëllimin e vërtet, duke e fshehur që ta heqim këtë fesë e na ka sjell turku. Zotëri, ne jemi në Shqipëri, nuk jemi në Turqi. Unë do vesh atë kostum që dua, do të thot, do mbaj, do besoj në atë fe që më do qefi mua. Dhe nuk më jep urdhër ti, apo ai tjetri. Dhe s'kam që të thonë të kthehemi në origjinë, dhe origjinë quajnë kur shqiptarët ishin të krishterë, po para se të ishin të krishterë, çfarë ishim? A kishim një origjinë? A kishin grekët 12 perëndit e Olimpit? Ata kishin dhe pellazgët tanë.
ky unitet I tre feve në Shqipëri, ata kanë halë në sy zotëri unitetin e tre feve në Shqipëri. Duan me çdo kusht të na përçajnë. Janë përpjekur me shekuj për ta bërë këtë punë, se kanë arritur dot, tani vazhdojnë prapë. Zoti Islami, si është e mundur që nga njëra anë Edi Rama kërkon lirimin nga burgu I Hagës të Hashim Thaçit dhe nga ana tjetër hiqen simbolet e UÇK-s nga stadiumi Air Albania ku luajt ndeshje midis Shqipërisë dhe dhe Serbisë. Edi Rama ditën kërkon lirimin e atyre nga burgu, natën punon që ata të mbeten në burg. Janë futur në burg udhëheqësit e UÇK-s. Kam një pyetje për kosovarët, për median kosovare. Nuk di, këta kanë shkuar për krime kundër shqiptarëve të Kosovës apo kundër serbëve të Jugosllavisë. Nëse këta akuzohen për krime kundër serbëve të Jugosllavisë, ta duhet dalin nesër me njëherë, sepse nuk krahasohen dhe nëse kanë vrarë 1 apo 2 apo 5, nuk krahasohen me mira që kanë vrarë dhe janë vetëm të pa adresë janë 1500 të zhdukur në Serbi. Dhe nuk flet ky bastardi ynë, Edi Rama. Ato që kërkoj ky t'jepet të gjendën ku janë 1500 djeme dhe burra kosovarë. Pra I shërben atyre, I shërben antikombëtarëve, I shërben antishqiptarëve. Edi Rama duhet të zhdukur njëherë parë nga politika shqiptare. Si mendoni, pse e ka një qasje të tillë Edi Rama, duke qenë se edhe bashkëpunimin me Kosovën, konkretisht me Albin Kurtin, nuk e ka në atë nivel që do të duhet ishte? Po është antikosovar ky Edi Rama, është antishqiptar, nuk e do Kosovën. Për Edi Ramën Kosova është pjesë e Serbisë. Është pjesë e Serbisë, zotëri, Edi Rama është katolik ortodoks, nuk e di çifut, se ka 100 fe, vetëm musliman këto. Pra Edi Rama u shërben atyre qarqeve. Edi Rama është prapë po e them, është antishqiptari më I madh që ka dalë deri më sot në këto 30 vjet. Zoti Islami, si e parashikoni sezonin e ri politik dhe çfarë do pritet të bëjë Spaku konkretisht me dosjet e nxehta dhe cilat janë ato emra që mund të godas nga shtatori e tutje? Sa kohë që do jetë Edi Rama në politikë, Spaku është I vdekur. Shkurt. Si mendoni, çfarë do ndodh me ikjen e Altin Dumanit në dhjetor? Do vën një Altin Duman tjetër që do bëj ato që nuk ka bërë, që do veprojë siç ka vepruar Altin Dumani deri tani. Por shqiptarët kanë shpresa më shumë tek Altin Dumani, duke qenë se cilësojnë si njeri guximtar dhe trim në goditjen e ku na doli kaq politike. Po kush ky trim I madh? Gjergje Lezalia ky Dumani, pa më thënë çka bën? Ku tregoi trimërinë? Ka goditur një sër figurash politike, duke nisur nga Arben Ahmetaj. Por zotëri, ata I ka goditur vetë Edi Rama, si ka goditur Edi Rama, si është vërtet. Ata janë goditur me lejnë dhe me urdhër të Edi Ramës për të hequr dëshmitarët e hajdutllëqeve dhe të krimeve që ka bërë. Jo si ka bërë Dumani ata, jo. Po çka ka bërë Dumani ata? Asgjë, një vrimnuj. Pse nuk e akuzon Sali Berishën? Një vrimnuj ka bërë deri tani. Byra kombëtare e timeve sipas të thënave, nuk e di se I ndiqni dhe ju mediat, I ka dosjet kapicën për atje të dorëzuarat e Spaku. Edi Rama, ai Dumani çfarë po bën? Pse nuk I ekzekuton? Jo zotëri, jo, Altin Dumani është dora e Edi Ramës dhe e pasardhësve të sigurimit të shtetit në shërbimin sekret shqiptar. Zoti Islami, unë ju falenderoj që ishit në Agora News. Edhe unë ju falenderoj juve për ftesën, më falni se shpeshherë ndoshta ngrëdhet toni, po njeri gjallë jam dhe unë, kam dhe unë ato problemet e mia shpirtërore që nga që nuk kam fuqi të luftoj të vend gjëra në përvende, ngre zërin. Ju kërkoj ndjes për ngritjen e zërit. Të dashur shikues, bashkë do shimin e intervistat tjera, por mos harroni të bëni subscribe në kanalin tonë në YouTube.